Të nderuar televizikues, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Para artimit të raportit vjetor për Shqipërinë që do t'i prezantohet Parlamentit Evropian, kryetari i Komisionit për Çështjen e Jashtme David McAllister vizitoi Tiranën, ku takoi përfaqësues të shumicës dhe opozitës duke theksuar nevojën për luftë të vazhdueshme kundër korrupsionit, stabilitet politik dhe bashkëpunim për reformën zgjedhore. Në ditën e martëve të mërkur, një delegacion i Parlamentit Evropian i kryesuar nga David McAllister zhvilloi një vizitë dytitore në Tiranë ku takoi përfaqësues të të dyja kampeve politike shqiptare. Vizita përgatitore vjen para prezantimit të raportit vjetor mbi Shqipërinë, i cili do diskutohet javën e ardhshme në Parlamentin Evropian. Gjatë konferencës përshtyp pas takimeve, McAllister u shpreh se mbështetja e BE-s për integrimin e Shqipërisë mbetet e fortë, por nënvizoi se vendi duhet të përshpejtojë luftën kundër korrupsionit dhe të përmbushë detyrimet e hapura në kapitujt e negociatave. Shqipëria ka arritur hapa të forta për integrimin evropian, por nuk ka vend për vetkënaqësi. Lufta kundër korrupsionit duhet vijojë, implementimi i ligjit të jetë i plot, strukturat e drejtësisë të jenë të stafuar dhe të pavarur nga ndërhyrjet politike. Politikanët duhet udhëheqin përmes shembullit të tyre. Pyetjeve më të ndërlikuara, McAllister i delegoi ambasadorit Gonzato për fshirje dhe nismën e ndryshimeve në kodin e procedurës penale për pezullimin e zyrtarëve të lartë. Ne ndjekim nga afër të gjitha nismat që kanë lidhje me shtetin ligjor, edhe që të mos prekim parimet e reformës në drejtësi të vitit 2016 dhe presim që qeveria shqiptare të konsultohet me ne për çdo iniciativë. Unë nuk jam në pozicionin për ta komentuar, por kjo nuk është thjesht një çështje ligjore, por edhe e përgjegjshmërisë politike që duhet të zgjidhet nga qeveria shqiptare. Në lidhje me rastin e Belinda Bellukut, McAllister e konsideroi si një test të rëndësishëm për Shqipërinë në luftën kundër korrupsionit, pa komentuar detaje individuale. Nuk jam në pozicionin të komentoj raste individuale në detaje, por do të them se çështjet që përfshin zëvendës kryeministren Balluku është test kritik për Shqipërinë në luftën e saj kundër korrupsionit. Delegacioni europarlamentar gjithashtu u shpreh shqetësuar për polarizimin politik në vend, i bën thirrje shumicës dhe opozitës për dialog dhe bashkëpunim. Jemi të shqetësuar për polarizimin politik. Duhet të ketë më shumë stabilitet dhe dialog politik në vend. Shumica duhet të krijojë hapësira për opozitën dhe opozita të jetë më bashkëpunuese. Protestat e dhunshme nuk kanë vend në demokracinë funksionale. McAllister kërkoi një reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse, të përgatitur në kohë dhe në pjesëmarrjen e opozitës, duke u bazuar tek rekomandimet e OSBE-së Odirit. Duam të shohim një reformë zgjedhore reale, që të bëhet në kohë të mjaftueshme. Duhet të jetë gjithëpërfshirëse me opozitën dhe të adresohet rekomandimeve të OSBE-së Odirit. Sa i përket Bordit të Paqes, iniciativa e presidentit amerikan për mbledhjen e vendeve në këtë strukturë u vlerësua si një vendim demokratik, pavarësisht qëndrimeve të ndryshme brenda delegacionit evropian. Ky vendim është një vendim që mbështetet si nga shumica ashtu edhe nga opozita. Edhe në delegacionin ton ka mendime të ndryshme për Bordin e Paqes. Ka nga ata që janë pro, ka nga ata që janë kundër. Në fund të fundit, kjo është demokracia. Vizita e McAllister u karakterizua nga takime me përfaqësues Partisë Demokratike si Gazmend Bardhi, Jonida Tabaku dhe Albana Vokshi, ndërsa nuk pati takim të drejtë për drejtë me kryetarin e partisë Ari Berisha, edhe pse Partia Demokratike publikoi njoftime për kontakte të tjera me disa eurodeputet. Rezultatet e forta që ka pasur Në Pallatin e Brigadave, Tirana u bë qendra e dialogut rajonal me organizimin e ministerialit të korridorit 8, ku ministrat e vendeve pjesëmarrëse riafirmuan angazhimin për bashkëpunim dhe përshpejtim të integrimit të Ballkanit Bashkimit Evropian. Në fjalën e saj, ministri Aspropali theksoi rolin e Shqipërisë si një nyje e besueshme këtij boshti strategjik dhe për kushtimin e vendit për të mbështetur stabilitetin dhe zhvillimin rajonal. Këtë të mërkur, kryeqyteti shqiptar u bë mikpritës i takimit ndërkombëtar të korridorit të 8, një projekt i rëndësishëm transporti dhe infrastrukturor që lidh detin e Adriatik me detin e Zi. Në Pallatin e Brigadave, ministrja e punëve të jashtme të Shqipërisë Elisa Spiropali priti delegacione nga Italia, Bullgaria, Maqedonia e Veriut dhe Rumania. Në fjalën e saj, Spiropali theksoi rolin e Shqipërisë si një nyje e besueshme e këtij boshti strategjik dhe për kushtimin e vendit për të mbështetur stabilitetin dhe zhvillimin rajonal. Rrugët, hekurullat, portet dhe lidhjet energjetike janë asete strategjike. Korridori 8 është i vetmi aks i vërtet lindje perëndim në Europën juglindore. Ai lidh Adriatikun me detin e Zi përmes vendeve tona, të gjitha anëtarët të NATO-s. Kjo i jep këtij korridori një dimension të dytë shumë praktik. Ai nuk është vetëm një projekt ekonomik dhe integrues, ai është një korridor ndërveprueshmërie. Ministri i punëve të jashtme të Italisë Antonio Tajani vlerësoi rëndësinë politike dhe strategjike të korridorit 8, duke e lidhur atë me procesin e integrimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Për italianët, korridori 8 nuk është vetëm
zgjidhje teknike, është zgjedhje politike, sepse kjo është pjesë e strategjisë për bashkimin e Ballkanit, është përparësi strategjike për qeverinë italiane. Do të bëjmë maksimumin t'ju ndihmojmë që të bëheni pjesë e BE-s. Me 30 mars do të kemi një grup të miqve të Ballkanit për të firmosur mbështetjen për bashkimin e rajonit. Në përfundim të sesionit, pranishmit nënshkruan një deklaratë të përbashkët, kur i afirmuan angazhimin për marrëdhënie të mira fqinjësore dhe bashkëpunim të ngushtë rajonal. Dokumenti e cilëson korridorin 8 si një poshtë strategjik lindje perëndim dhe si komponent kyç të rrjetit TEN-T që kontribon në sigurinë, prosperitetin dhe stabilitetin e Europës juglindore. Kryedemokrati Sali Berisha e konsideroi ftesën e presidentit Donald Trump për themelimin e Bordit të Paqes si një shans për Shqipërinë dhe jo për kryeministrin Edi Rama, të cilin e akuzoi për korrupsion dhe shkelje të kushtetutës. Berisha kritikoi gjithashtu amendimet e fundit të kodit të procedurës penale që sipas tij shërbejnë për të mbrojtur anëtarët e gjykatës kushtetuese dhe të lehtësojnë ndikimin politik mbi institucionet e drejtësisë. Nga mblidhja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Berisha e përshkroi kryeministrin me fjalë të forta duke kritikuar për politikën e tij, ndikimin mbi gjykatën kushtetuese dhe menaxhimin e institucioneve shtetërore. Ai tha se vizita në Washington për të marrë pjesë në aktivitetin e Bordit të Paqes është një ftesë për Shqipërinë dhe nuk ka asnjë lidhje me Edi Ramën. Sot niset edhe ai do përpiqet ta paraqesë në propagandë të dashur qytetarë dhe qytetare. Shqipëria është anëtare e Bordit të Paqes, e cila është themeluar nga presidenti Trump. Natyrisht do ketë një përfaqësues, po shkoj ky apo do shkonte Harami, të dy një fatkeqësi kombëtare janë. Dhe kështu si shkon do kthehet, shkon hajdut kudo që shkon, kthehet hajdut kudo që kthehet. Ndaj dhe ju siguroj se ftesa ka lidhje me Shqipërinë dhe nuk ka asnjë lidhje. Berisha kritikoi gjithashtu amendimet e fundit të kodit të procedurës penale që sipas tij shërbejnë për të mbrojtur anëtarët e gjykatës kushtetuese dhe lehtësojnë ndikimin politik mbi institucionet e drejtësisë. Situata, gjendja në Shqipëri po bëhet çdo ditë dhe më e rrezikshme. Në një sfidë të hapur të kushtetutës së vendit, në një sfidë të hapur të ligjeve, kodeve të vendit, ai vendos në vend të zbatimit të tyre, në vend të zbatimit të kërkesës të bazuar të prokurorisë speciale. Kryedemokrati kushtoi vëmendje dhe situatës në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë dhe Informacionit, AKSHI, duke akuzuar Ramën për mbështetje të personave të dyshuar në sektorin privat dhe për tolerim të praktikave të diskutueshme në biznes. Ky ka humbur çdo moral. A e ndëgjoni ju, a e ndëgjuat se si për ulej, si langaraq, mirëlindës së krimit, se ka hall, se mos bëhet pentito. Eksakt, po si mund të admirosh ti një njeri që në sipërmarrjen e cilët janë marrë pengje, ka funksionuar si një organizatë mirëfillt kriminale e drejtuar nga Ergys Agasi. Sipas Berishës, zgjedhja e vetme është që qytetarët të reagojnë dhe të marrin në dorë fatin e vendit, duke kërkuar largimin e qeverisë aktuale. Anash, mrapa, në kaf, ke vetëm qëllim që t'i lash të vrarë në vend. Unë i them Edi Ramës, jep dorëheqjen, se absolutisht nuk ka forcë në botë që t'na pengojnë shqiptarët pa të larguar ty, se po sillesh në mënyrën më të pakonceptueshme. Gjykata kushtetuese e Shqipërisë la në fuqi vendimin e mëparshëm për Arben Frokun, duke vullosur përfundimisht dënimin me burgim të përjetshëm për vrasjen e kryekomisarit Dritan Lamaj. Vendimi u mor pasi gjykata shoqëroi kërkesën e Frokut për rihapje të procesit gjyqësor në zbatim të udhëzimeve të gjykatës europiane për të drejtat e njeriut në Strasburg. Gjykata kushtetuese e Shqipërisë la në fuqi vendimet e mëparshme për Arben Frokun, duke vullosur përfundimisht dënimin me burgim të përjetshëm për vrasjen e kryekomisarit Dritan Lamaj. Vendimi u mor pasi gjykata shqyrtoi kërkesën e Frokut për rihapje të procesit gjyqësor në zbatim të udhëzimeve të gjykatës europiane për të drejtat e njeriut në Strasburg. Pas rivlerësimit të çështjes, kushtetutja vendosi të shfuqizojë një vendim të saj të vitit 2018, por në përfundim nuk pranoi kërkesën për rigjykim nga një trup tjetër, duke i konsideruar të rregullta dhe kushtetuese
vendimet e dënimit të dhëna nga shkallët e tjera të gjyqësorit. Aktualisht Froku vijon të qëndrojë në Holand. Çështja ka një histori të gjatë gjyqësore. Fillimisht ai u shpalli pafajshëm nga ish gjykata e krimeve të rënda për vrasjen e zyrtarit të policisë, i cili në shkurt të vitit 2013 u ekzekutua për ambanesës së tij. Sipas hetimeve, viktima ish shefi i komisariatit të kombinatit kishte pasur përplasje të mëhershme me të dyshuarin. Prokuroria deklaroi se lama u qellua nga persona që lëviznin me një automjet të vjedhur, i lidhur me emrat e Enver Stafuka dhe Gentian Betja, ndërsa ekzekutori u identifikuar Ben Froku. Në apel dhe më pas në gjykatën e lartë, ai u dënua me burgim të përjetshëm. Këto vendime u lanë në fuqi përfundimisht nga gjykata kushtetuese, duke mbyllur rrugën ligjore për një proces të ri gjyqësor. Pas përfundimit të shqyrtimit të gjykatës së posaçme, vendimi për dosjen e sterilizimit do të jetet në 4 mars. Të pandeurit shprehen ankesa për masën e arrestit dhe kohën e pritjes pas vendimeve gjyqësore. Në seancën e së mërkurës, gjykata e posaçme për krime të rënda mbylli shqyrtimin e dosjes për sterilizimin dhe u tërhoq për vendim i cili do të shpallet me 4 mars. Një nga të pandeurit, Armir Kadiu, ish drejtor ekonomik, u ankua për masën e arrestit në shtëpi, duke theksuar se prej 3 vitesh është në këtë situatë, ndërkohë që ka kaluar më shumë se 2 muaj nga dënimi që ka kërkuar prokuroria. Kjo nuk është fare proporcionale. Janë ankuar në apel në gjykatë të lartë, asgjë nuk është bërë. SPAK rikujtoi pretendimet e saj, duke përfshirë kërkesën për dënim me 6 vite e 8 muaj për ish zëvendësministren e shëndetësisë Klodian Rjepaj dhe biznesmenin Nili Rapaj, për 3 ish zyrtarët Marcela Serjana, Samir Kadiu dhe Petraf Mersini. Struktura e posaçme antikorrupsion ka kërkuar 3 vjet e 6 muaj burg. Në kuadër të gjykimit të shkurtuar, dënimi për Serjanaj dhe Kadiun u konvertua në 2 vjet e 4 muaj burg, ndërsa për Mersinin është saktuar 4 vite shërbim prove. Ndërkohë, ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj i akuzuar për vjedhje duke shpërndarruar detyrën në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, po gjykohet veçmas me procedurë të zakonshme dhe nuk lidhet drejt për drejt me masat për sterilizim. Vendimi i gjykatës pritet të japë qartësi mbi përgjegjësitë e pandeurve dhe do të japë një moment kyç për çështjen e korrupsionit në administratën e shëndetësisë. 2 shtetase të huaja deklaruan se kishin ardhur për turizëm në Tiranë dhe kishin kthyer ndërkohë banesën në qira në fole prostitucioni. Rasti nuk është izoluar, ndërsa autoritetet nga ana tjetër theksojnë një rritje të aktivitetit palishëm të organizuar kryesisht përmes internetit. 2 shtetase të huaja që deklaruan se kishin ardhur për turizëm në Tiranë e kishin kthyer banesën me qira në fole prostitucioni. Vajza 19 dhe 25 vjeç me origjinë nga Kazakistani, të cilat kishin hyrë në Shqipëri si turiste, por që hetimet zbuluan se apartamentin e marrë me qira e kishin përshtatur për ushtrim prostitucioni. Sipas policisë së shtetit, ky nuk është një rast i veçuar. Vetëm 6 muajt e parë të këtij viti janë evidentuar 9 raste të ngjashme në qytete të ndryshme të Shqipërisë, ku të arrestuarit i përkasin komisive të ndryshme nga Brazili, Kina dhe Tajlanda. E njëjta panoramë është regjistruar dhe në vitin e kaluar sipas statistikave zyrtare. Gjatë 12 muajve të fundit janë arrestuar 118 vajza dhe gra për ushtrim prostitucioni, shumica me shtetas të huaj. Autoritetet theksojnë se aktiviteti zhvillohet kryesisht online, në faqe të ndryshme publikojnë fotografi dhe numra kontakti. Klientët komunikojnë drejt për drejt me vajza dhe marrin adresën e takimit. Një tjetër hapësirë përdorur për reklamim janë grupet publike në aplikacionin Telegram. Megjithatë, jo të gjitha rastet vajzat veprojnë të pavarura. Shumë prej tyre bien prej rrjeteve të organizuara ndërkombëtare të shfrytëzimit, të joshura nga pagesa apo premtime për punë. Në tetor të vitit kaluar, Policia e Tiranës në bashkëpunim me prokurorinë, Policinë Kombëtare të Kolumbisë, Policinë Kroate si dhe agjencitë europiane Europol dhe Eurojust zbuluan një rrjet kriminal me 48 gra dhe vajza nga vendet e Amerikës Latine dhe Azisë Qendrore, të cilët trafikoheshin dhe shfrytëzoheshin për prostitucion në territorin shqiptar. Policia apelon për vigjilencë dhe bashkëpunim nga qytetarët, ndërsa hetimet për raste të tjera të dyshuara vijojnë. Nga nesër me 19 shkurt, për të gjithë besimtarët musliman, nis muaji i shenjtë i Ramazanit, periudha e agjërimit, një nga 5 shtyllat e Islamit. Kryetari i komunitetit musliman në Shqipëri, Bujar Spahiu, ka ndarë një urim për besimtarët shqiptar.
Muaji i Ramazanit nis nesër me 19 shkurt. Për të gjithë besimtarët musliman në Shqipëri, ky është një moment i rëndësishëm shpirtëror ku besimtarët përqendrohen në agjërim, lutje dhe përmirësimin moral e shoqëror. Kryetari i komunitetit musliman i Shqipërisë, Bujar Spahiu, uroi besimtarët dhe i ftoi që gjatë këtij muaji të jenë pranë më të dobëve dhe i ftoi ata që gjatë këtij muaji të jenë pranë më të dobëve dhe të rrisin solidaritetin mes bashkëqytetarëve. Në librin e tij të shenjtë, Allahu i madhruar thotë: Muaji i Ramazanit është ai në të cilin u shpall Kurani, si udhëzim për njerëzit dhe si sqarim i qartë i udhëzimit dhe dallimit. Ky ajet na kujton se Ramazani është kohë reflektimi dhe orientimi, kohë për të kthyer te vlerat themelore të besimit, drejtësisë dhe përgjegjësisë morale. Agjërimi është një akt adhurimi që na mëson disiplinën, vetkontrollin dhe ndjeshmërinë ndaj tjetrit. I dërguari i Allahut, Muhamedi alayhis salam, paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të, ka thënë: kur vjen Ramazani, hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhenemit dhe djajt lidhen. Ky hadith është një mesazh shprese dhe optimizmi për çdo besimtar. Ramazani është mundësi për përmirësim individual dhe kolektiv, për pastrim shpirtëror dhe për ndërtimin e një shoqërie të bazuar në vlera të shëndoshme. Të dashur vëllezër dhe motra, në këtë muaj të shenjtë, rëndësi të veçantë ka edhe dimensioni social i besimit. Ramazani na fton të forcojmë solidaritetin, të shtojmë ndihmën ndaj nevojtarëve, të jemi pranë të dobëve dhe të kontribuojmë për një shoqëri më të drejtë dhe më humane. Agjërimi i Ramazanit është një nga 5 shtyllat kryesore të Islamit dhe simbolizon disiplinën shpirtërore, kontrollin mbi dëshirat dhe ndihmën ndaj të varfërve. Gjatë muajit besimtarët agjërojnë nga lindja deri në perëndim të diellit dhe kryejnë lutje të veçanta duke reflektuar mbi jetën shpirtërore dhe përgjegjësitë sociale. Miftinia e qytetit Kavajës ka shpërndar ndihma për familjet në nevojë duke përzgjedhur vetë përfituesit. Nisma realizohet në bashkëpunim me qendrën e mbretit Selman në Arabinë Saudite dhe përfshin jetim, invalid dhe familje në nevojë financiare. Muftiu i Kavajës, Besnik Leçini, falenderoi qendrën saudite dhe theksoi se sipas mësimeve të profetit, ai që nuk falenderon njerëzit, nuk falenderon as Zotin. Në qytetin e Kavajës, Muftinia ka marrë përsipër shpërndarjen e ndihmave humanitare për familjet në nevojë, duke përzgjedhur vetë përfituesit. Ndihmat u sigurua në kuadër të bashkëpunimit mes komunitetit musliman të Shqipërisë dhe qendrës së mbretit Selman në Arabinë Saudite dhe përfshin familje me nevoja ekonomike, jetim dhe invalid. Muftiu i Kavajës, Zoti Besnik Leçini, falenderoi qendrën saudite për kontributin dhe theksoi rëndësinë e falënderimit ndaj njerëzve, duke cituar mësimet e profetit. Jemi sot këtu në qytetin e Kavajës, ku ashtu si edhe vitet e mëparshme, në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet komunitetit musliman të Shqipërisë dhe qendrës së mbretit Selman për bamirësi dhe ndihma humanitare në Mbretërinë e Arabisë Saudite, shpërndajmë ndihma për familjet në nevojë, ku përfshihen kategoritë ndryshme, siç janë invalid, jetimët dhe familjarë të tjerë të cilët kanë nevojë për mbështetje ekonomike. Nuk dua që të zgjatemi, por në mbështetjet asaj që thot profeti alayhis salam se nuk e falenderojnë Allahun xhelle shanu, ai që nuk falenderon njerëzit, do të falenderoja përzemërsisht pikërisht qendrën e mbretit Selman për kontributin e tyre që japin në ndihmë të familjeve në nevojë, veçanërisht tani që jemi në vigjilje të muajit begat të Ramazanit. Allahu ja shpërblef me të mira në dynja dhe në ahiret, edhe komunitetit musliman të Shqipërisë gjithashtu për koordinimin dhe bashkëpunimin. Miftiu i qytetit të Kavajës, Zoti Besnik Leçini, u drejtohet besimtarëve me agjërim të lehtë dhe të pranueshëm, duke dhënë këshilla profetike mbi vlerat dhe shpërblimet e këtij muaji të madhërueshëm. Zoti Besnik Leçini, muftiu i qytetit të Kavajës, i u drejtua nëpërmjet ekranit të Drita Televizion me urimin ndaj të gjithë besimtarëve musliman me rastin e fillimit të Ramazanit. Ai uroi agjërim të lehtë dhe të pranueshëm, duke theksuar se ky muaj është një mundësi për pastrim shpirtëror, falje dhe përfitime të shumta shpirtërore, dhe pse jo, edhe shëndetësore e materiale për çdo agjërues të sinqert. Zoti Leçini në fjalën e tij përmendi edhe disa këshilla për besimtarët, që të ndjekin mësimet e profetit dhe të shfrytëzojnë këtë muaj të shenjtë për t'u afruar më shumë me Allahun dhe për të forcuar solidaritetin me të tjerët. Muftiu theksoi që besimtarët të shfrytëzojnë këtë muaj të bekuar për t'u afruar më shumë me Zotin dhe për të forcuar solidaritetin me të tjerët. Jemi në vigjilje të muajit të madhërueshëm të Ramazanit, muajit të agjërimit, muajit të sakrificës, muajit të bujarisë, muajit të faljes dhe mëshirës hyjnore.
Allahu i lartësuar e ka bërë detyrë agjërimin e muajit Ramazanit kur thot: "O ju që keni besuar, është bërë detyrim për ju agjërimi, sikurse ishte i obligueshëm edhe për popujt e mëparshëm që ju të jeni të devotshëm." Profeti Muhammed alayhi salam ka thënë: "Feja islame ngrihet mbi 5 shtylla, të dëshmuarit se nuk ka të adhuruar me drejt veç Allahu xhelle sha'nuhu dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe i dërguar i tij, të falurit me kujdes, të namazit, të agjëruarit të Ramazanit, të nxjerrurit të zakatit dhe të shkuarit një herë në jetë në haxh për ata të cilët i kanë mundësitë." Agjërimi, sikurse cekët në këtë hadith, është nga shtyllat bazë të fesë islame. Allahu xhelle shanu ka përgatitur për agjëruesit shpërblime dhe mirësi të mëdha. Profeti Muhammed alayhi salatu wasalam thot: "Men sama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush agjeron Ramazanin me besim të sinqert tek Zoti, Allahu i lartësuar ja fal mëkatet e kaluara. Gjithashtu thot profeti Muhammed alayhi salatu wasalam se xheneti i ka 8 dyer dhe në të ndodhet një derë që quhet Errejan, do të futen në të agjëruesit dhe askush tjetër më përpos tyre. Duke qenë se agjërimi ka një vlerë shumë të madhe, Allahu xhelle xhelaluhu thot në një hadith kudsi që të gjithë punët që bën biri i Ademit janë për të, përpos agjërimit të cilin e bën për mua, pra për Zotin, dhe unë jam që e shpërblej për të. Në muajin e Ramazanit ka zbritur Kurani famlart, i cili është udhërrëfyes për njerëzit, jo vetëm kaq, por edhe librat e tjerë hyjnor. Në këtë muaj ndodhet një natë e cila është më e vlefshme se 1000 muaj. Ajo është nata e bekuar e Kadrit. Në këtë muaj Zoti xhelle shanu ja pranon lutjet besimtarëve, siç thot profeti Muhammed alayhi salam, 3 personave Allahu xhelle shanuhu i përgjigjet lutjeve të tyre: lutja e udhëtarit, lutja e prindit për fëmin dhe lutja e agjëruesit. Duke qenë se ky muaj ka mirësi të mëdha dhe besimtari ja ekspozon veten e tij shpërblimeve të mëdha, profeti Muhammed paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, i përgëzonte shokët e tij kur vinte muaji i Ramazanit, duke u thënë: "Ju erdhi ju muaji i Ramazanit, muaji i faljes. Në të hapen dyert e xhenetit dhe asnjë derë nuk qëndron e mbyllur. Mbyllen dyert e xhehenemit dhe asnjë derë nuk qëndron e hapur. Një thirrës thret: o ti që don të bësh punë të mira, afrohu. O ti që don të bësh punë të këqija, distancohu." E çdo natë nga netët e këtij muaji, Allahu xhelle shanuhu liron nga zjarri i xhehenemit. Le të jetë shembulli jon në këtë muaj të begat profeti Muhammed alayhi salatu wasalam, i cili ka qenë më bujari i njerëzve dhe bujarinë e tij më së tepërmi e manifestonte në muajin e begat të Ramazanit, sikurse na ka përcjell Abdullah ibn Abasi radhiyallahu anhuma. Me rastin e ardhjes së këtij muaji të begat, do t'i uroja përzemërsisht besimtarët musliman gëzuar këtë muaj, agjërim të lehtë ju mundsoft i madh i Zot. Le të jetë ky muaj ku garojmë në punë të mira, ku garojmë në adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala me agjërim gjatë ditës, namaze, e lexim nga Kurani gjatë natës e shumë adhurime të tjera. Paqe, begati, mirësi, të mira e harmoni sjellët ky muaj në familjet tuaja, në qytetin ton, në vendin ton dhe kudo që janë besimtarët. Agjërim të lehtë dhe të pranuar tek Allahu xhelle shanuhu. Eci me të tjera informacione. Në fjalët të përmbyllëse para gjykatës speciale në Hagë, mbrojtësit e 4 ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës kërkuan lirimin e klientëve të tyre, duke argumentuar se prokuroria nuk ka sjell provat mjaftueshme dhe të besueshme që mbështesin akuzat.
Shpallni pafajësinë e tij për të gjitha akuzat. Prokuroria nuk ka treguar asnjë provë. Prokuroria nuk dëshiron që ju të bëni punën tuaj. Ata duan që ju të bëni punën e tyre. Ata duan që ju të gjeni prova, për të cilat ata nuk arritën t'i gjejnë. Nuk ka prova të besueshme se Hashim Thaçi kishte një rol në përgatitjen dhe shpërndarjen e komunikatave apo deklaratave politike. Avokati Kadri Veselit e quajti të pabazuar të gjitha argumentet e prokurorisë, si dhe shtoi se Veseli nuk ka komanduar asnjë strukturë inteligjente. Avokati Kadri Veselit e quajti të pabazuar të gjitha argumentet e prokurorisë dhe shtoi se Veseli nuk ka komanduar asnjë strukturë inteligjente. Të gjitha argumentet kundër zotit Veseli janë të pabazuara, qoftë pretendime të drejtpërdrejta apo të tërthorta. Zyra e prokurorit special ka goditur objektiva të gabuar, në fakt të bën të tundësh kokën me argumentet e tyre. Kadri Veseli nuk ka komanduar në asnjë strukturë inteligjence dhe nuk ka komanduar askënd. Mbrojtësi i Xhep Selimit kërkoi lirimin e menjëhershëm të klientit të tij dhe kthimin pranë familjes së tij në Kosovë, duke argumentuar se prokuroria nuk ka paraqitur prova që të justifikojnë ndonjë vendim kundër tij. Zoti Selim duhet të shpahet i pafajshëm për të gjitha akuzat, të lirohet menjëherë dhe të kthehet në Kosovë pranë familjes së tij. Asnjë vendim tjetër nuk mund të justifikojë në bazë të provave që janë paraqitur në këtë çështje gjyqësore. Prokuroria nuk ka argumente kundër zotit Selim. Prokuroria nuk ka më asnjë provë dhe të gjitha pretendimet rezultuan të pabaza, ndërsa avokati Jakub Krasniqi theksoi se prokuroria nuk ka arritur të ndajë përgjegjësitë personale nga ato të shtabit përgjithshëm të UÇK-s. Ai shpreu besimin se gjykata duhet të shqyrtojë provat dhe dëshmitë me rigorozitet e do të shpall Krasniqin të pafajshëm. Ne jemi besim plot që kur të bëni vlerësimin, kur të shikoni dokumentet të marra së bashku me dëshmitë e dëshmitarëve dhe kur të zbatoni me rigorozitet parimet e barrës së provës, ju do të pajtoheni me argumentet e parashtruara prej nesh dhe kjo do të çojë në shpadhjen e pafajshme të Jakub Krasniqit. Avokatët hollën poshtë dhe pretendimet e dëshmitarëve të prokurorisë, duke i cilësuar të pambështetura dhe të pamjaftueshme për një vendim të drejtë gjyqësor. Gjykimi ndaj ish drejtuesve të ushtrisë shërimtare të Kosovës në Hag po cilësohet politik dhe i padrejtë nga autoritetet në Kosovë. Ministri i Jashtëm Konjufska deklaroi se procesi përbën shtrembrimit të historisë së luftës shërimtare. Ai u shpreh i bindur se përfundimi do të sjellë lirimin e ish krerëve të UÇK-s. Autoritetet kosovare vijojnë të mbajnë një qëndrim të fortë kundër procesit gjyqësor që po zhvillohet ndaj ish drejtuesve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, duke konsideruar atë të padrejtë dhe të motivuar politikisht. Ministri i Punëve të Jashtme Glau Konjufska deklaroi se ky gjykim nuk i pasqyron të vërtetën historike të luftës në Kosovë, por sipas tij përpiqet ta deformojë atë. Ai theksoi se lufta UÇK-s ka qenë në përpjekje legjitime për liri dhe mbijetesë dhe jo ndërmarrje kriminale siç pretendohet nga akta akuzat. Sipas Konjufskës, i gjithë shteti dhe shoqëria kosovare qëndrojnë pas kësaj bindjeje duke mbrojtur narrativën se UÇK-ja ishte ushtri e krijuar nga populli për çlirimin e vendit. Ai u shpreh optimist se në fund të procesit gjyqësor do të dalë në pa e vërteta dhe ish krerët do të rikthehen pranë familjeve të tyre. Kritikën tonë gjithmonë për këtë gjykatë që ishte gjykatë një etnike, gjykatë e cila fokusin e kishte padrejtësisht në ushtrinë shërimtare të Kosovës. E unë jam këtu për të konfirmuar edhe një herë që lufta jonë, lufta e popullit Kosovës ishte luftë e drejtë, ka qenë luftë e pastër, ka qenë luftë mbrojtëse, nuk ka qenë qëllimi i kësaj lufte sulmi i asnjë populli tjetër. Targeti vetëm i uniformave të UÇK-s ishte policia dhe ushtria sërbe, njerëzit e uniformuar okupator që bën genocidin në Kosovë, që vran fëmijë, që vran gra dhe që vran pleq, e që i mbytën mbi 12.000 qytetarë të Republikës sonë. Kundër këtyre njerëzve ishte drejtuar lufta e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Dhe këtë të vërtet nuk ka asnjë institucion, këtë të vërtet nuk mund ta ndryshoj asnjë gjykatë. E çka po përpiqet të ndodhë brenda kësaj gjykate është shtrembrimi i historisë, sepse edhe baza mbi cilën u ndërtua kjo gjykatë, që është raporti i Dick Martit, doli një raport i gënjeshtër me plot të pavërteta për trafikim të organeve nga ana e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Dhe mbi këtë bazë u ndërtua kjo gjykatë. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 19 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të paqëndrueshme, duke sjellë alternime mes vranësirave dhe intervaleve me diell, ndërsa në disa zona priten rreshje shiu. Paraditja do të paraqitet me vranësira në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa pasditja sjell kthjellime të përkohshme në jug dhe jugperëndim.
Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 4 deri në 6 orë me diell kryesisht në zonat jugore. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:23 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:26 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 5 deri në 14 gradë Celsius. Kukës 2 deri në 10 gradë Celsius. Peshkopi 1 deri në 9 gradë Celsius. Tiranë 8 deri në 14 gradë Celsius. Durrës 6 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj 5 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan 6 deri në 14 gradë Celsius. Berat 5 deri në 14 gradë Celsius. Korç 0 deri në 7 gradë Celsius. Vlorë 9 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër 3 deri në 11 gradë Celsius. Sarand 6 deri në 15 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 19 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e motit relativisht të qëndrueshëm me vranësira dhe intervale me diell, ndërsa në disa zona perëndimore priten reshje. Paraditja do të jetë e ftohtë me mjegull në disa zona, ndërsa pasditja sjell kthjellime të pjeshme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 12 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:20 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 0 deri në 10 gradë Celsius. Podujev -2 deri në 10 gradë Celsius. Skënderaj -1 deri në 10 gradë Celsius. Pej -1 deri në 7 gradë Celsius. Prishtinë 0 deri në 10 gradë Celsius. Gjakov 0 deri në 11 gradë Celsius. Malishev 0 deri në 11 gradë Celsius. Gjilan -2 deri në 11 gradë Celsius. Perizaj 0 deri në 12 gradë Celsius. Kaçanik 0 deri në 8 gradë Celsius. Suharek 2 deri në 12 gradë Celsius. Prizren 0 deri në 11 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund ta ndiqni në rrjetet sociale Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit të Drita, bashkë me u takofshim në edicionin e ardhshëm.